Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akropolis TV. Jemi në kuvent këtë premte, një kuvent që unë e kam menduar lidhur me një konsull nderi. Konsull nderi që vjen nga Shkodra, miku im Gjergj Liçeza, dhe do flasim për Austrinë, për marrëdhëniet e Austrisë me Shqipërinë e Epërme, përgjithsisht me Shqipërinë, por sidomos me Shqipërinë e Epërme, dhe posaçërisht edhe në lidhje me Shkodrën. Gjergj gjithmonë çon ftesa për të qenë në festën e pavarësisë e cila është këtë ditë. Kështu që është vërtet kënaqësi sa herë që vi në një event shumë elitar dhe ka shumë nevojë për evente të tilla që bën Shkodra dhe që bën vërtet Shqipërinë e Epërme. Mirë se erdhe Gjergj. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi vërtet me të pas sa herë që bisedojmë edhe kur vim dhe flasim për marrëdhëniet e Shqipërisë me Austrinë, po me ty ka ndodhur diçka ndryshe. Diçka shumë veçantë. Nganjëherë pik takohen shekujt në lidhje dhe në marrëdhënien e Shqipërisë, të Shkodrës me Austrinë dhe sidomos ke konsullit e austriak, por ti je konsull nderi i Austrisë në Shqipëri prej 23 vitesh. Është interesant ky fakt. Çfarë do të thotë konsull nderi? Shiko, faleminderit për pyetjen e parë. Sepse kja është edhe ajo që besoj edhe interesi për këtë lloj bashkëbisedimi. Ka qenë ndoshta ka qenë koincidencë që unë kam kriju një farë marrëdhënie me prezencën austriake në Shqipëni në atë kohë. Në gjatë kohës kur unë krye detyrën e prefektit, ishin disa projekte përbashkëta austro-zvicero-gjermane në sektorin e furnizimit me ujë. Dhe nga aty lindi një farë, po mendoj unë, një farë simpatie të ndërsjellët. Dhe ata kuptuan që ekziston një person në Shkodër, një filo austriak. Filo austriak mund të themi, po ne austriak ne i qushim me kohën tonë Gjerman gjithë, edhe unë a priori isha filo. Edhe ato duket e vërtetën, dhe në vitin 2002 më bëhet një propozim zyrtar nga ambasadori asaj kohe i ndjeri Hans-Dieter Renau, dhe më thotë që a do kishit pranuar ju që të bëheni konsull nderit i Republikës Austrisë. Për mua ishte një mrekulli në kuptimin e vërtet fjalës. Dhe i thash është shumë nerë që bëhet. Tha, okay, faleminderit, tha, por ne e organizojmë në këtë formë, ne kemi disa kandidatura, ishin disa kandidatura në Shkodër, persona shumë të mirë, me të vërtet dinjitos, dhe ne do të fillojmë procesin e seleksionimit edhe të marrjen e vendimit. Faleminderit edhe kaq. Po, ajo që më ka met në mend ishte serioziteti me të cilën që unë ma vonë e kam verifiku, po, impresionet e fillimit, po them, serioziteti me të cilën austriakët i bojnë punën. Çdo muaj ose çdo dy muaj, më vinte një relacion nga Ministria e Jashtme, në atë kohë ishte Benita Ferrero, ministra e jashtme e Republikës Austrisë. Vite një informacion edhe thote që ju njoftojmë që me shumë kënaqësi kandidatura jote, po më dukte pak shumë, versi ma shumë se duhet, po okay. Edhe mas procedurët që unë ma vonë e kam kuptu dhe kam verifiku, në prill të 2004, unë jam miratu nga Ministria e Jashtme e Austrisë, dhe kandidatura ime është votu, miratu në parlament dhe firmos nga presidenti. Pra në parlament austriak? Patjetër. Bëhet miratimi i konsullit. Ky është serioziteti me të cilin ato i vendosin këto lloj institucionesh, dhe pastaj unë e kam vërtetuar, sepse siç e thatë edhe ju, ma shumë se 20 vite unë e kam pasur se sa rëndësi austriakët i japin konsullit nderit. Ne bëjmë çdo 5 vjet organizojnë një takim perfekt të presidentit dhe të qeverisë, kuptohet federale austriake, me konsullit e nderit, dhe mesazhi është shumë i qartë. Atje thuhet që ne kemi, Austria ka 80
përfaqësi, rreth 80 përfaqësi diplomatike në gjithë botën, por ka 400 konsul deri, të cilët ato i vlerësojnë maksimalisht i vlerësojnë. Dhe në këtë kuadër, unë kuptova që nuk është e lehtë, është përgjegjësi shumë e madhe për me qenë konsullneri të Republikës së Austrisë. Konkretisht, në atë kohë isha vetëm një, kurse tash janë dy, sepse është edhe konsulli Edhe Arben Male. njerit, jo, është një tjetër, sepse zoti Mala ju tërhoq për arsye të angazhimeve politike. Është një biznesmen shumë i suksesshëm, për mua një burr shumë i mirë, dhe Mosten Koqa, Në zonën e Vlorës. që molon pjesën e jugut të Shqipërisë, me qendrën në Vlorë. Kështu që ato japin një rëndësi shumë të madhe pozicionit të konsullit të nderit, dhe ato të majnë në vërtim dhe nuk mundesh me gabu me to, sepse është një mekanizëm me të vërtet që të ndihmojnë të rinë afër, të vlerësojnë shumë, po edhe kontrollojnë. Shiko, ti ke qenë përtej perceptimit venerativ me këtë pozicion, pra ke qenë personi aktiv që, tregove për pak vite që po, ishe njeriu i qelluar për konsullneri në Shkodër. Shiko, unë, si që kuptoj, unë këto pozicionet të cilat janë nerit, me fjalë nuk ke asnjë lloj përfitimit, as politik, as ekonomik, as asnjë lloj përfitimit, dhe kjo është marrëveshja e bame. Unë këto i perceptoj si detyra për të cilat impenjimi duhet me kenë dopju. Pra, sepse ti merr një pozicion vullnetar, nerit të cilin nëse nuk e kryen, minimalisht duhet japësh dorëheqjet. Kështu që ai elementi stimulues edhe i detyrimit, kuptimin e mirë të fjalës, është dopju për mua. Dhe unë jam mundu që në mënyrë modeste me kry detyrën mirë, dhe jam mundu dhe vazhdoj të mundohem me kriju një qendër në Shkodër, një ambient ku i jep me kuptu që veriu Shqipërisë, sepse qendra për në atë kohë për Austro-Hungarinë edhe Austrinë ishte veriu Shqipërisë, Shkodra me dita, por sot është tjetër kuptohet. Me dhënë me kuptu që kjo zonë, ato me të vërtet kanë ditë diçka që e kanë pas për zemër, realisht, dhe me dhënë mesazhe dhe me bë projekte të cilat i shkojnë asaj logjike. Ju besoj, disa herë keni thënë, bile ju keni, më kam metë si një në eventet ma interesante, ajo përshëndetja dhe koncerti me orkestrën e Zileve, që temperume, Zile, fantastike, Beethoven, Çifteli. Dhe ju keni pas se sa mirë ju organizojmë këto evente, por përveç kësaj pjesës ceremoniale, unë mundohem që të kontriboj edhe në jetën kulturore, historike, arsimore të rajoneve që moloj 4 prefektura që molon konsullata nderit. Kemi ba mjaft aktivitete, promovimi librash, konferenca shkencore të nivelit shumë të lartë, koncertet ndryshme me muzikë bashkëkohore, jo tallalla, sepse Austria nuk bën tallalla. Edhe duket ato e kanë vërejtë, e kanë vlerësu, dhe unë jam 2 herë i dekoruar nga presidenti i Republikës së Austrisë. Po, se desha të shkoj te kjo në 2019. Në 2011 në medaljen e argjend për meritat dhe kontribute për aktivitetin interes të Austrisë, dhe në 2019 me medaljen e artë, që për mu, më thënë drejtën, ishte një surprizë shumë e këndshme dhe nuk e pritësha, po ato a kanë mendu, dhe është një vlerësim maksimal që mund të bëhet një jo shtetas si austriak. Po, sepse je shpreh shumë atëherë, jam shumë i nderuar si shqiptar dhe shkodran që më akordohet nga presidenti i një shteti e populli mik, vazhduesi një perendorie, e cila që nga shekulli 17 ka qenë vazhdimisht mbrojtësi dhe përkrahasi qëndrueshëm historik i vendimeve që kanë përcaktuar fatin e shqiptarëve, e Shqipërisë sotme dhe që vazhdon të jetë
një nga përkrasit më të sinqert të Shqipërisë në rrugën e vështirë për paktin në Bashkimin Evropian. Kjo është masë e vërtet. Te e ke Unë e thënë me vërtetoj këtë çdo. Dhe atëherë, a ka qenë diçka që Gjergj Liçenzën e ka tërheq fakti që të jetë, domethënë të aspiroj për të qenë konsull nder e tjerë, duke u qasur historisë, që të futna pak në histori e Austro-Hungarisë në Shqipëri, domethënë. Ky është fakti domethënë që ty të ka ngasmuar historia e këtyre marrëdhënieve me Shqipërinë. Patjetër shumë. Po. Shumë. Shumë sepse masi unë u pranova dhe fillova aktivitetin e këtë, unë kam pasur rastin edhe atë kuriozitetin edhe pasionin ma vonë për me pa shumë aspektet historisë. Dhe ju betohem që është shumë interesante dhe është, po themi, kërku ndoshta me dashje apo dashje, nuk e di, dhe prezentu një pjesë shumë e vogël e asaj çka ka ndodhur dhe për sa i përket kontributeve, ashtu siç e thatë edhe ju, për sa i përket kontributit të perandorisë në asaj kohe Habsburge, pastaj dualiste, pastaj qeverisë austrisë, për kontributit që kanë dhënë për zhvillimin, për mbrojtjen, për zhvillimin dhe për përcaktimin e fateve të këtij vendi në momente shumë kritike historike. Të fillu nga shpallja e pavarësisë e mandej. Është shumë plançe kontributi i Austrisë. Domethënë edhe çik albanologjia, po të marrim kështu. Dhe pastaj kemi anën ekonomike që do ndalemi pak më vonë pyetje tjera që do vinë. Po domethënë fakti që kemi albanolog shumë të përmendur, domethënë që mund të përmendim disa emra si Han, Theodori Penn, Fabian Barkata vjen më vonë që do flasim pak për të, Steimens, Brown, Orden, Karl May, dietari i gjithanshëm Franz Baron, Nopsha, gjeologu Ernest janë një numeracion i gjerë emrash, personalitete të jashtëzakonshme të viteve që kanë ardhur në Shqipëri para një shekulli pak. Shiko Gjergje, po të futemi në histori, është shumë interesante krijimi i kësaj lidhje. Me njëherë mas humbjes së luftës që otomanet për 10 vite kanë tentu për të pushtu pjesën e Europës Perëndimore, ajo që quhet e famshme betejë e Vienës në vitin 1683, ku koalicioni i krishterë me Martin e Polonisë Sobieski si komandant fitoi betejën e famshme të Vienës, që quhet. Dhe në atë kohë otomanet duket nuk tentuan më që të provojnë për me depërtu në kuptimin e pushtimit të Europës Perëndimore. Në atë kohë Austria, sepse ishte Austria në atë kohë, ishin Habsburgët, në atë kohë Austria mori një farë rolit shumë të rëndësishëm në Europën në asaj kohë, si mbrojtëse, pak a shumë në miniaturë që ka bë herojon Gjergj Kasteroti si pengesë, fortesë për mos depërtimin e otomanëve, ato me të vërtet e morën këtë pozicion të mbrojtësit të invazionit otoman në drejtim të Europës. Dhe mandej me kalimin e viteve, kjo marrëdhënie, po themi, u forcu shumë ndjeshën, dhe me sa kam lexuar, edhe mas një kërkese që krejt fisëve të veriut i bën perandorit të asaj kohe për të marrë në mbrojtje komunitetin katolik të Shqipërisë, sepse mas viteve 1600 kishte filluar një farë fushatet presioni për ndërrimin, për kthimin e shqiptarëve në fenë islame, me mënyra represive, por edhe me mënyra të presionit nëpërmjet taksave, nëpërmjet dhe kështu që ato, me sa kam informacion, i bën një kërkesë
dhe duket ato e konsiderune këte lloj kërkese dhe morën përsipër nëpërmjet një projekti që quhet Kultus Protektorat, morën në mbrojtje komunitetin katolik të Shqipërisë Veriut, kuptohet me qenë në Shkodrën dhe Mirditën. Po, dhe këtu fillon. Dhe këtu fillon, Po, kjo është në vitet në shekullin 17. Po. Dhe me njëherë mas humjes të rolit të rëndësishëm të Venedikut, sepse humi luftën në vitin 1815, nëse kujtohem, humi luftën dhe rëndësia e Venedikut të ra, atëherë kjo zonë me njëherë u prezentu, u vënë dispozicion të mbrojtjes nga Habsburgët. Dhe ky projekt filloi në këto vite dhe ishte fillimisht ishte më shumë projekt religjos, por shumë shpejt me njëherë ky projekt u kthy në projekt të gjithanshëm dhe kuptohet religioni ishte një në ndërtimet kryesore, por ushtëria atë shumë në fusha tjera sa që e humi për mendimin tim, e humi atë qëllimin e fillestar të mirëfillt si projekt për mbrojtjen në kuptimin fetar të komunitetit. U kriju ushtërinë në aspektin kulturor, në aspektin politik ma vonë, patjetër, ekonomik ma vonë, por fillimisht ishte në aspektin kulturor, arsimor e shkencor. Po. Sepse ato duket, si që vërtetu dhe ma vonë, ato duket që kishin planet e veta për këtë vend. Normalisht ato kishin qëllimet e veta, sepse nuk është se ato kanë mendu, sipas meje, kanë mendu vetëm për hallet e Shqipërisë, sepse Perandëria në atë kohë ishte dualiste në 1867 deri në 1919 me përfundimin e luftës së parë botërore, nuk ishte më Perandëria Habsburgër, por ishte Perandëria dualiste, Austro-Hungari. Dhe ato duket kishin ato projektet e veta, përveç mbrojtjes komunitetit, kishin edhe interesat e veta geopolitike për daljen në det edhe për një farë politike që ishte normale, koalicioni Austro-Hungarez, Gjerman edhe Angles, por ishte neutral ma shumë Anglia, karshi pretendimeve slavo-ruse që ishin evidente në atë kohë. Kështu që situata ishte e tillë që ato kishin projekte përveç atyre religjioze, kishin edhe projekte të tjera, dhe çka u vërtetu dhe ma vonë. Po, okay, që shkim pak më vonë aty. Tani tek projektet religjioze, po të vem re në Shkodër, edhe në pjesën, po them dhe Mirditën më radh, domethënë ju kushtu kujdes si thush një lloj ringritje të objekteve të kultit, por edhe të gjithë institucioneve të kultit. Për shembull, dhe kemi, unë me që jam Mirdit, du të ndalim edhe tek ringritja, që për herë të parë vjen një ngritje cilësore në fundament e abatësisë Soroshit me abat Prandoshit. Shiko, natyrshëm, mas kësaj supremacie që mori Perandoria Austro-Hungareze ma vonë dualiste, dhe me sa kam pa unë, ishte edhe një farë detyrimi nga Vatikani e kishës franciskane Austro-Hungareze për ta mbështet, për ta mbrojtur, ta mbështet dhe zhvillu, si që thatë ju, kishën katolike shqiptare. Në këtë kohë, ato duket, sidomos edhe mas fitores të betejës me rusët, vitin 1716-1718, ajo u bë shumë e fortë dhe filloi, sipas meje, filloi një farë presioni që t'i bante Perandorisë Otomane për me fillu me e liberalizu pak atë presionin karshi shqiptarëve që nuk preferoshin për me u kthy në dihet që ato institucionet e kultit nuk lejoheshin nëpër qytetet kryesore,
as në Mirdit, as në Shkodër, as një, dhe filloi një farë presionit për t'i ba Perëndërisë Otomane me fillu me duket në vitin 1851, sultani e asaj kohe, nxjerr fermanin edhe lejon që të bëhet që shprengullet bëhet katedralja, pra të krijohet arkiprezvia me qendrën në Shkodër. Dhe jo rastësisht, pra kjo ishte përmendimin tim ajo larg pamësi atyre, jo rastësisht këtë projekt e udhëheq Karl Poten, një Gjerman, por mik i princit Maximilian, që ishte kunati apo i Habsburgut, i Paranorit, dhe ai e drejton këtë projekt, edhe megjithse ai ishte arqipeshkëvi i Tivarit, pra megjithse pjesa e Tivarit mas traktatit të Berlinit ishte pjesë e shkëputën nga toret shqiptare, ai e sjell pra qendrën e arqipeshkëvisë në Shkodër, pra për mendimin tim kjo ishte edhe politike, dhe në vitin fillon ndërtimi i katedrales, më duket në vitin 1858, dhe në vitin 1867 bëhet inaugurimi. Në këtë moment krijohet, pra institucionalizohet katolicizmi, sepse krijohet katedralja. Ne e dim që ku ka katedrale ka zhvillim arsimi, ka zhvillim ekonomia, ka zhvillim fillon e përqendrohet popullsia afër katedrale, sepse katedralet shërbeshin edhe si komuna, edhe si shkolla, edhe si kuptohet edhe si kryeqendra e religionit. Dhe fillon e popullohet Shkodra, fillon e popullohet se deri në atë kohë kishte se shumë pak lagje katolike, nocaj që ishte Tophana, fillon ata u muslimanizone komplet, por fillon e shprengullet popullsia katolike nga Perashi deri me Sarreç, Fushfira, Ballabane, Badra, edhe krijohet një komunitet gjithmonë rreth rrotull katedrales, një komunitet katolik, i cili fal e këtij projektit fillon edhe integrohet edhe në jetën kulturore, në jetën arsimore, hapen shkolla, krijohen klube, krijohen një lëvizje fantastike letraro-shkencore që gjithmonë me qendër, me epicendër në jezuitët, franceskanët, severianët ma vonë, dhe krijohet një ambient për mendimin tim shumë interesant, jo vetëm religios, po edhe kulturor, sportiv, sepse dim gjithçka aty ka lind. Aty ka lind teatri, aty ka lind muzika, aty ka lind futbolli, aty ka lind çdo gjë. Romani, me qenë se ju përmendet Mirditën, në atë kohë ju keni pas fatin me pas shumë, po them ju, sepse na po them ju, ka kenë fatin me pas shumë figura të nivelit tepër të lartë sipas mejet, dhe një ndër to ishte Imzat Doçi. Imzat Doçi që ajo abatësi është kriju në sajet punës tij, në sajet aftësisë tij organizative, religiozo-politike, sepse ai ka ditë me lujt me tana krah në kuptimin e mirë të fjalës për me pas me tërheq përkrahje politike e monetare për me ndërtu abatësit që është fantastike. Por mbështetësi kryesor, unë kam shumë dokumenta të konsujve generale, sepse konsullata generale ishte në Shkodër, austro-ungareze, që më lonte komplet pothuajse pjesën veriore deri në Durrës, por edhe një farë kohë, një kohë mjaft konsiderueshme, edhe pjesën e Kosovës, sepse edhe konsullata e Prizrenit varej nga konsullata e Shkodrës. Kështu që për një farë kohë. Kështu që ai ishte shumë i zoti, dhe megjithse shtëpinë e kishte në Shkodër, njët me katedralen, ku ajo shtëpi ka lind gjithçka që është shqiptaro-europiane, gjithçka. Shoqëria Bashkimi?
Gjithçka, jo vetëm. Aty ka linë alfabeti, aty ka linë romani i parë, Domnoc Nika, që ishte pjesë e Shoqërisë Bashkimi. Aty ka linë gjithçka, aty ka linë letërsia, aty ka linë shkenca, aty ka linë besa edhe mbështetja politike. Është shumë e vërtetë. Kështu që kryesisht ato e kanë siguruar mbështetjen kryesore nga Austro-Hungaria saj kohe. Është interesant se për një shtet i zhvilluar, siç ishte Austria, me radhë dhe shtetet e mëdha dhe shtetet e zhvilluara që kanë një kurth fort shtetformimin vetvete herën radhë parë dhe mënyra se si shikojnë botën, por edhe në botën shqiptare. Janë qas në arsimimin e personaliteteve, edhe të prelatëve. Dhe këtu ka është një histori shumë interesante që lidhet. Do me thënë, kemi personalitete të ndryshe politike shoqërore që arsimon dhe Austria i merr dhe i arsimon në Austri prej Shqipërisë. Siç kemi Lazar Mjedën, Vicenc Pernushin, Anton Harapin, Mati Prendushi, Martin Gjoga, Bernardin Palej, Gasper Thaçi, Aleksandr Sirdani, Nikol Gazulli, Ambroz Marlaska i famshëm i Mirditës, deputeti Gosh në Parlamentin e Zogut, mësues talentuar si Hilmosi, Kolkodheli, Nuo Paluca, Kol Margjini, Karl Gurakuqi e tjerë. Kjo ishte, si thush, shihej prapamedja e Shqipërisë dhe duhet patjetër që të kultivoshin figura të tilla që të ndikonin në gjithë strukturën e shtetformimit më vonë. Kjo ishte një nga gjërat më të mira që ka bërë Austria në Shqipëri, mendon ti? Unë mendoj që ato e kanë pas një projekt shumë të qartë, që thash edhe më parë, ata kanë pas një projekt shumë të qartë se çka duhet me bë me këtë vend. Ato kanë së parit kanë ndërtu institucionet. Pastaj kanë mendu që të krijojnë edhe atë ndërgjegjen kombëtare politike të shqiptarëve. Pra, ato kanë evidentu dhe kanë kriju një klasë, një elit intelektuale, si që thatë, edhe komplimente se ke lexuar kështu si duket jeni mjaft i azhunum, kanë hetu dhe kanë përgatit, ma vonë i kanë kriju mundësinë e arsimimit në pjesën e administrative të pranurisë austro-hungareze, të figurave më të mëdha që ka pa dallim feje, sepse aty ka marrë edhe Ali Aslani, aty ka marrë edhe Gjuvani, aty ka marrë edhe Çem Çabej. Pra janë figurat të nivelit të tepërt të lartë, aty ka marrë edhe Gjergj Pekmezi. Jo vetëm Shkodani Emërditor, ata kanë pas konceptin e kombit shqiptar. E kanë menduar sipas meje gjithmonë, e kanë menduar në projektin të këtij lloji. Dhe sparit, kuptohet, ata kanë rivenos nëpërmjet të rilinjes, kanë rivenos ato shtyllat perëndimore kristiane të këtij vendi. Pra kanë ringrit figurën e Gjergj Kastriotit, sepse në sunimin osman Gjergj Kastrioti nuk ka keni njoftur. Në Shqipëri të paktën. Bile se ato kanë konsideruar si renegat, dhe atëherë ato kanë marrë disa figura në ato kryesore e Gjergj Kastriotit dhe rreth këtij kanë menduar që të bëjnë që të krijojnë të bashkimin kombëtar të shqiptarëve, kudo që janë pa dallim. Dhe ja kanë arritë. Po kjo nuk mund të bënte me njerëz të pashkolluar. As nuk mund të bënte me njerëz që ishin të arsimum, sepse dihet që arsimi në Shqipëri kishte vetëm disa medrese dhe ishte ndalume studimi në Shqip edhe i studimi historisë shqiptare. Po të lexoni shumë vepra, thuhet që deri në vitet 1880, 1890 nuk as në anën nuk i ka menduar një fëmijë në Shqipëri ose një iri ose një ere me studiu në Shqip apo me studiu në land historinë e Shqipërisë. Ka studiuar ato çaja dasht për me i dhënë atë informacion sa kanë dashur si pjesë e pranurisë otomane. Kështu që ata kanë kriju, e kanë ringrit këtë
të figurë dhe rreth tij dhe kuptohet për të tregu rajt dhe historinë tonë perëndimoro-kristiane. Jo vetëm. Edhe për këtë dash me kriju një klasë intelektuale. Aty ju thatë po, të fillu nga Fishta, Gjeqovi, Bernardin Palaj, Martin Gjoka, Marlaska, gjithë kokat, janë shkuar atje në qytetet e ndryshme si Vjenë, Graz, sidomos që nuk ishin vetëm prelat, ishin edhe shkencëtar. Ishin shkrimtar, ishin politikan, sepse ishin 3-4, siç e thatë edhe ju, 3-4 klerik ishin antar të parlamentit, dhe për mendimin tim është parlamenti më i mirë i asaj kohë që ka pas ndonjëherë Shqipëria, parlamenti i 26-s. Bravo, më cilësori. Po, më cilësori për mendimin tim. Edhe debatet që bëshin aty, polemikat e flakta. Po, dhe kjo, e din historinë e kësaj se si është kjo? Kjo u bën sepse në atë kohë nuk di kush ishte, ai ishte Mizot Bumçi apo Mizot Sareçi, ajo që peshgëm, nuk e kujtoj. Ai organizoi një kërkesë dhe tha unë do predikoj te komuniteti katolik sepse nga mas censusit që bën austro-hungarezët në vitin 1916, në kjo se kujtoj, u evidentu që komuniteti katolik ishte i konsiderueshëm, sepse u evidentu me emra, dhe është për mu një në rezistimet ma fantastike që ka pas në herë këtë vend, dhe i prezentoj qeverisë saj kohë, në atë kohë më duket ministër Mansëm ishte Ahmetzogu, i tha që nëse ju nuk marrni parasysh përfaqësimin e komunitetit tonë në parlament, ne bojkotojmë zgjedhjet, erdhi Zogu në Shkodër, mas bisedime që bane dhe pranone, edhe lista që i dha Qipëreshve ishte fantastike. Gurakuqi, Mjeda, Fishta, Marlaska, edhe më duket Roji, pra ishin me të vërtet se cili më i mirë se tjetër. Po 4 ishin klerik. Klerik, kaliber shumë të lartë. Pikërisht, dhe më tha niveli tyre përveç religjos që kuptohet, kulturor o adatarisht të shumë i naltë. Dhe kjo është edhe ata gjithë përgatitur në shkollat mesme e të larta të pranë-Norisë austro-hungareze. Siç e thatë ju, në Sarajevo ishta, në Graz, në Klagenfurt, në Vjenë, ishin pothuajse të gjithë të arsimum në këto institucione që administroheshin në atë kohë nga kisha franceskane austro-hungareze. Në ato vite kur që bëjmë fjalë për atë periudhë, edhe para vitin 1900, është interesant se kemi disa famullitarë që vinë, përveç se studiuzve, udhëpërshkruesve, që ishin të shumtë me radhë, por janë edhe famullitarë që vinë dhe bëjnë jetën shqiptare. Bëjnë jetën shqiptare këtu. Edhe ambasada dhe konsulata e tjerë, më ka pëlqyer shumë kur besoj nga viti 2003-2002 diçka kështu, është promovu dhe ka dalë në dritë libri përmes shtëpisë botuese Mirdita, libri i Fabian Barkadës, romani Lule. Pastaj më vonë vjen pak edhe ditari im shqiptar. Fabian Barkada, që shërben 1895-1905 në zonën e Lezhë, Mirdit dhe sidomos Mirdit, në krye Zezë edhe te kisha e Rubiut. Ajo që të bën përshtypje, sepse pas 100 vitesh në kohën më të keqe, pastaj, se ne do flasim për pas 90-s, janë pikërisht ta humanistë të mëdhej, po njohës dogëve të zakoneve, dhe që bëjnë jetën shqiptare dhe bëhen më shqiptarë se vetë shqiptarët. Fabian Barkada besoj se ty të kanë ngjitur shumë me romanin Lule, me gjithçka që ka bërë. Ti po më vjen siklet pak sepse unë ju keni shumë më tepër informacion për këtë ky ishte një italian i pjesës austriak në Tirolin e Jugut. Pra ishte italian nga dikon nga afër Pordenone diçka afër Trentos. Por kuptohet ata kanë konsideruar veten austriak. Austriak, po. Por unë mendoj që një ndër ato gjanat për mendimin tim pozitive që kanë pas klerikët sidomos franceskan, ato nuk janë nis as nga komsia, ata janë nis
Pra feja franciskane ka qenë fe e atë dhej. Dhe ato atë dhej kanë qujtë vendin ku kanë punu. Ku kanë punu, po. Pra ato nuk kanë pas në, pra janë, unë kam lexu shumë nëpërmjet falë mikut tim Palnikaj, që është të bën një punë të mrekullueshme. Po, Mark Palnikaj. Marko, po. Studios skrupuloz dhe të bën një punë të mrekullueshme, sepse ai përdor metodën no comment. Zoti kjo është, lexojeni, komentojeni vetë pastaj. Është pa mëshirshëm në arkiva. Dhe po të lexosh aty, janë prelat polak, janë prelat gjerman, Karl Poten ishte gjerman. Po. Janë shumë italian, janë austro-hungarez, janë austrak, janë kroat. Pra, ato të gjithë janë sjellë njësoj, sepse parimi fe atë dhej. Dhe ato kanë qujtë atë dhej vendin ku janë. Ku janë stacionuar. Dhe po t'i shofish të gjithë paka shumë, ky me çka kam lexuar, shumë pak kam lexuar për këtë, kështu që po më vjen pak siklet, po ky ka bën një ditar dhe me këtë romanin Lule ka përshkruar jetën e vërtetë. Jo, di pse them se jetën e vërtetë, siç ka qenë reale. Siç ka qenë, dhe mbi gjitha në pjesën e Rubikut duket, po. Po, në kishën e Rubikut, në Rubik, dhe aty do ka bën jetën. Po. Shumë, do të thënë, nga një herë mendoj që politika, po marrim shkrim më kështu, politika shqiptare ose vetë zgjedhur e tjerë kushdo tjetër nuk hyn dot ke jeta, siç ka hyrë para një shekulli e saktë. Po misioni i tyre, misioni franceskan këtë ka, ata janë njerëzit janë më të varfërit e kishës, ata edhe çarap nuk veshin. Po. Ato janë ashtë vet urdhri franceskan që është kriju për me kenë afër njerëzve më të varfër të varfërve. Dhe natyrshëm nga kjo shtresë dalin edhe më të zgjuarit, sepse është mjetesa. Sepse është momenti ku ai merr është mjetesa. Edhe merr dhe malarin, Pikrisht. E shëron malarin me njerëz kështu, i mëson si me mbjell, ju heq besytniet, ju heq gjakmarrjen, domethënë ndikon fort. Pikrisht. Dhe çka shkruan në atë kohë përmes romanit Lule. Këtu në Shqipëni duhet të vinë të gjithë edukuesit tuaj popullit. Duhet fillu prej profesorëve të universiteteve që nuk shohin përtej hunës vetë, deri te klasat krenarit mësuesve, të cilët zanë vendet në shkollat popullore me dam të njerëzimit. Këtu por në Shqipëni të vinë demagog dhe lumë të një prurë si tuaj, të gjithë anarkistëve neve tuja, komunistë dhe socialistë, zejtarët e punëtorët tuaj, qytetarët e katondarët, të gjithë elemente paknaqur, të mëdhajt dhe të voçit. Këtu po, pranë këtij populli thjesht e paprishur, të ta njerëz që ata i quajnë gjysmë barbar, duhet të vinë në shkollë e të nxanë se si në vobeksi, në thjeshtësi andjesh, në shpresë të i madhi përëni, e ka rajnë lumnia çdo njeriu veçanërisht dhe gëzimi e mirë rrojtja e popujve përgjithsisht. Këtu në Shqipëni do të gjejshin të gjithë shkollën e nalt vërtet jetës. Fantastike. Po vetëm ata mund ta bëjnë, vetëm ata sepse ata kanë jetuar jetën njësoj si populli. Pastaj unë kjo pse më i mend. Po pra ne do austriak ti. Pastaj ne konsul, je të nëse unë më i mend mirë, mund të gaboj, ai shprehet dikun që mas pushtimit otoman, ky popull ka detyrën, ishte optimist që ky popull do t'ja dalin për me jo me mjetu, po me jetu dhe më integru në pra e duket se e ka studiu shumë mirë. Absolutisht. Okej, tani do të vim pak kështu tek ndikimi i Austrisë, nuk po futemi shumë, megjithëse unë kam një kronikë që do ta japim pak më vonë. Në kohën e qeverisë Ismail Qemalit, po të futemi këtu tek ndikimi i Austrisë në rujtjen e shtetit shqiptar. Dhe kemi luftën e parë botërore, kemi Princin vit dhe kemi ardhin e ushtrisë austriake në Shkodër në vitin 1916. Sa mendon ti që ka ndikuar në momentin më të vështirë, dhe sidomos kur Shqipëria u bë shesh lufte, i luftës së parë botërore, shesh betejësh. Një Shqipëri që ishte në gjendje më të keqe ekonomike, edhe sociale, ndarësitë e tjerë, lakmit për të rrëmbyer territore për si ishte shteti austriak, si ishte Austria në këtë rast në lidhje me këtë? Shiko, aq sa di unë, gjatë luftës parë, mendoj ndoshta me fol pak edhe se si është përgatit, pra në vazhdim të asaj që unë thash kontributi tyne në momente, sidomos në momente decizive, historike, për fatet e këtij vendi,
kontributin e tyre është i pa imagjinueshëm. Thjesht po të marrish shpalljen e pavarësisë, pavarësisht se nuk thuhen, unë kam mjaft dokumenta, pavarësisht se nuk thuhen, ose thuhen ma pak se është realiteti, pothuajse çdo gjë është përgatit në Vjenë. Pra në atë kohë, Ismail Qemali, ditë përpara se ka qenë në Vjenë, pastaj ka shku në Budapest e miku i tij, dhe pastaj ka shku në Bukuresht, por bekimin e ka marrë nga princi Bertolt. Dhe ndryshimin e vendimit për të shpallë të pavarur, jo autonome siç ishte planifikuar, sepse varianti i parë ishte që Shqipëria të shpallet autonome, meqense Pranëria Otomane ishte drejt përfundimit. Dhe presioni dhe lufta ballkanike, koalicioni slavo-rus e kishte vënë përfundit, kuptohet, me përkrahen edhe të francezëve, dhe me neutralitetin e englezëve, rrezikohej çuptimi i Shqipërisë, i trojeve, sepse Shqipëria me djallëzi konsiderohej si territor otoman. Dhe rregullat e luftës së asaj kohe ishin që kush humb luftën, humb territoret. Kështu që Austro-Hungaria nuk është se, me sa di unë, historianti dinë shumë më mirë, në fillim ishte pak a shumë neutrale, sepse nuk donte as konflikte, as me Rusin, as luftë të hapur me Otoman, me Pranërinë Otomane, por ishte përkrahëse e idesë së vendosjes kufive politik ta që kemi sot, e cila u vërtetu, kuptohet, me konferencën e ambasadorëve në 1913 në Londër. Sepse këto kufit që kemi sot, që ishin pak a shumë kufit që vendosi qeveria e Ismail Qemalit, ato u mërojtën në konferencën e ambasadorëve në Londër, falë insistimit austro-hungares, gjerman, neutralitetit anglez, edhe dakordësia italiane, sepse në të kundërt nuk mund të funksiononte në atë kohë, fuqitë e mëdha vendosin. Kështu që ajo u vërtetu pozicioni pro independencës i Habsburgëve, edhe sipas meje gjithmonë, edhe fakti që Dom Nikol Kaçori ishte zëvendës kryetari i qeverisë nuk është rastësi, sepse Dom Nikolli ishte ai që kishte organizuar gjithçka në Vjenë, ai kishte lidhjet, nuk ishte rastësi se Dom Nikolli ndoshta nuk i takonte me qenë zëvendës kryetari i qeverisë, sipas meje. Por roli i pazëvendësueshëm i pranërisë austro-hungareze në mbështetjet e pavarësisë së Shqipërisë bani që të fitonte varianti i pavarësisë politike, jo autonomi, jo një farë autonomie që ishte mendu, dhe kufit e sotëm që kemi sot të meqin. E jo rastësisht telegrami që zyrtarizoi shpalljen e pavarësisë, unë kam telegramin origjinal të marrë nga arkivi i Vjenës, është në darkën e 28 nëntorit 1912. Që nga konsulata generale e Vlorës shkon telegrami për princin Bertold, edhe që ishte ministër i jashtëm edhe për qeverinë e Austro-Hungarisë, shkon telegrami komplet përshkrimi i mbledhjes siç është akti i pavarësisë. Unë kam telegram, kam original, kopjen e originalit që është në arkivin e Vjenës, nuk është rastësi që ato shpallin parë, dhe më thënë ato kanë ditë gjithçka. Edhe kanë organizu. Pastaj dihet, siç e thash, ajo kontributi edhe vendosmëria edhe mbështetja për pavarësinë në konferencën e ambasadorëve. Pastaj dihet edhe një që flitet shumë pak për mendimin tim, dihet edhe organizimi i Kongresit Triestes, i cili u organizu me iniciativën, mbështetjen politiko-financiare të Habsburgëve. Dhe edhe aty, u mblodh ndoshta për herë të parë, shpresojmë që të ndodhi prapë, për herë të parë u mblodh i gjithë përfaqësuesit të gjithë komuniteteve shqiptare në marrë botën.
Pra nga SBA-ja, nga Romania, nga Franca, Anxhrinet, nga Kosova, Maqedonia sotme, kuptohet Shqipëria, dhe u mblodhen dhe qëllimi kryesor, pavarësisht se nuk ja arriti qëllimit ishte, qëllimi kryesor ishte për me mbrojt dhe me publiku dhe me mbrojt dhe me ba fakt të krym vendimin e shpalljes pavarësisë nga qeveria e Ismail Qemalit. Edhe kjo ishte komplet organizim, komplet 100% organizim i Austro-Hungarizëve. Sepse aty lidhen ato kryesorët që ka shku në mision edhe ka kryer mjaft mirë, ishte Stef Surani. Pavarësisht se Nopça ka të mendimet e veta për Suranin, po ai ishte në atë kohë punojës i Ministrisë Jashtme Austro-Hungarize, në Departamentin e Ballkanit, edhe në sajet miqësisë që kishte raporteve me Taloskin. Ai ishte pastaj edhe një tjetër që ishte shumë aktiv ky Marka Kariçi. Ta dy ishin kryesorët, edhe këta ishin komplet linja austro-hungarize. Shiko, ka një gjë domosdoshmë se nga një herë thuhet pushtimi. Ose nuk e di, është pushtuar një herë Shqipëria nga Austriak? Shiko. Se ka pas një konotacion nemsja, nga perandoria austro-hungarize, jo nga austriake. Se austriake s'pushtojnë kërkënd, janë shteti ma miqësor, ma paqësor i botës. Perandoria. Edhe janë neutral. Pra, unë mendoj që si rezultat i këtyre ndryshimeve që ndodhen dhe i pretendimeve të koalicionit ballkanik, që i shpallën luftë perandorisë otomane dhe tentimit dy herë, 913, 912, tetor 912, edhe 913, edhe 915 të malazez dhe serbëve për me pushtu territoret shqiptare. Pastaj mas asaj që ndodhi mas vrasjes të shikimtarit Fronit në Sarajevo, që ishte vepër e serbëve, dihet edhe kush edhe si. Normalisht që Austro-Hungaria do të hynte edhe ishte edhe e justifikuar nga ana gjeopolitike. Në kuptimin, nuk është se jam i mençëm shumë, po në kuptimin strategjik, në kuptimin politik, ata e pushtuan vendin, e okupuan territorin. Ato ishin deri në atë kohë, ishin deri në Cetin, deri në Dubrovnik. Dhe ato morën komplet në 914-ën, futën armatën, kapën në rob gjithë ushtrinë serbe, dihet ajo. Se nga këtej ka kalu, nga Shqipëria ka kalu, edhe vetë Aleksandri. Dhe normalisht vendosen administratën austro-hungarize, administratën e luftës. Por këtu të shti, unë mendoj që ky ishte një okupim, po i një lloji të veçantë. Pse them unë ishte i lloji të veçantë? Sepse ato krahas vendosjes së administratës ushtarake, që ishte generali Trollman që drejtonte anën ushtarake, ata vendosen një komisar civil, që ishte konsulli Kralj. Ky erdhi dhe ky u mor me disa gjana që nuk kishin lidhje me konceptin e pushtimit, pra në qoftë se një pushtues vjen edhe vendos rregullat e veta, vendos simbolet e veta, vendos administratën e vet, ata bënë krejt kundërtën. Ata ndërtuan administratën shtetërore në gjithë territorin shqipfolës, në gjithë territorin, në jug ma vonë në shoj pak situata, sepse me kapitullimin edhe daljen nga traktatit italianëve në shoj pak situata, po në pjesën nga Elbasani e deri në komplet veri, ato vendosen ndërtuan administratën shtetërore me shqiptarë. Ato vendosen standardet europiane për sa i përket administrimit territorial. Janë edhe sot koncepti lagje, fshat, lokalitet
qytet, distrikt, rajon. Si kanë atëherë, unë kam sponsorizu, kam niku që të përkthehet një libër shumë interesant i një majorit austro-hungares që ishte profesor Universitetit të Vjenës, që ja bën vetëm me ndërtimin, mbledhjen e rregullorëve mbi funksionimin e administratës shtetërore, ndërtuan e drejtoritë arsimore, siç janë edhe sot, pak a shumë si ndërtuan drejtoritë ekonomike, organizuan censusin një kohë rekord në mënyrë fantastike, censusi pa kompjutera, pa hekurulla, po makina, me njerëz analfabet, nuk e di a keni pas rastin me e pa, unë e kam komplet materialin, një evidentim fantastik, statistikor i popullsisë dhe i pronave të vendet. Dhe ko rekord e ndërtuar. Pastaj, ajo që mu më ka bashkën përshtypje, është sepse ato përveç punës organizative, territoriale, administrimit, kuptohet edhe në kuptimin ushtarak, prap me iniciativën e konsullit e August Krall, ato duket me 1 shtator të vitit 1916, me iniciativën e tij organizuane atë Komisin Letrar Shqipe. Pra, ato mendoshin Shqipërinë, shqiptarët i mendoshin jo geg, apo tosk, apo matan shkumbimit, këtej shkumbinit. Ata i mendoshin shqiptarët një shtet, dhe për këte, ato mendun dhe ndërtun, besoj se ja kanë arrit, mendun që cilët janë ato tiparet e një shteti, flamuri, kufit, gjuha. Dhe aty u bën një aktivitet shumë interesant me përfaqësues që ato kishin atë personin e vet që ka qenë më rëndësishëm Gjergj Pekmezi, dhe jo rastësisht se Gjergj Pekmezi ishte nga Pogradeci dhe ishte ai flamurtari i standardit GEG të Shkodrës. Austro-hungarezët i thanë jo, me mënyrën diplomatike, dhe nëpërmjet Gurakuçit propozuan një variant tjetër të gjuhës standardit të gjuhës zyrtare shqipe. Dhe morën standardin e gjuhës Elbasan, geget të folme të Elbasanit. Dhe ajo ishte sipas meje, gjithmonë me piksonimin që këtë gjuhë, sepse gjuhën gege shkodane nuk e merr vesh një pogadecar apo një sarandiot apo një vlonjan. Atëherë ata morën këtë gjuhë që është edhe nga ana gjeografike në zemër të rajonit Shqipëfolës dhe vendosën si standard. Dhe vune detyrimin ligjor që administrata shqiptare, austriake, kroate, që ata ishin shumë komsh, të flitte dhe të shkruante këtë gjuhë. Dhe kjo gjuhë ka qenë deri në vitin 1972. Derisa u bë kongresi i shkrimit. Pastaj, dhe në 48-ën ka qenë e pastër. Pastaj, komunizmi, sepse komunizmi do të edhe gjuhën e vetë, edhe fenë e vetë, edhe simbolet e veta, dhe bone pastaj atë çka për mendimin tim masakrune standardin e gjuhës 72-shin, mund t'jetë e gabumi kjo që them unë, po unë mendoj kështu. Po ka plot që... Pra kjo të regon atë larkë pamësinë e tyne dhe atë korrektesën dhe tolerancën e këtij shteti okupues. Sepse unë kam lexuar që edhe Perandëria austriake, edhe Perandëria dualiste, kishin një në kushtetut, kishin një në nenet kryesore që detyronin administratën me i kriju mundësi komunitetit me u arsimu në gjuhën amtare dhe me kultivu gjuhën e vet amtare. Dhe kemi një sër hapje shkollash. Pra, aty janë ba... Shkolla shqipe pafund. Janë ba janë hap rreth, qofse unë e majmen, rreth 40, vetëm në prefekturën e Shkodrës, qarkun e Shkodrës, janë hap rreth 47 shkolla fillore me arsim shqip, por që ishte më interesantja, 10 nga këto ishin për femnë.
Pra ato mendoshin çik Për ta emancipuar, për ta kultivuar, për ta bërë. Po imagjinojeni një vend, në një vend oriental që ne e dim deri në 45 se si ka qenë ky vend. Shiko, ka një gjë ti, që unë kam qef ta përmend këtë fakt ta evidentoj edhe ta pasuri edhe përmes foto, pastaj domethënë që po të marrim zhvillimin ekonomik, sidomos sistemi rrugor. Shqipëria nga periudha otomane ka pas infrastrukturën më të dobët që mund të ketë pas, për të mos thënë se s'kim pas fare në rrugë qerresh, në gjë kështu, po s'ka pas fare. Dhe Austria ka një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe për qëllime ushtarake normal, për të furnizuar ushtri me radhë, por fut konceptin e Dekovilit, që fut konceptin e Shkodër Vlorë ka kënë Dekovili për 6 muaj. Shkodër Vlorë për 6 muaj. Shëngjini është tjetëri. Portet janë ata kanë më shumë për qëllime ushtarake. Po, janë teleferik. Por ama bëhet dhe janë disa fotografi që do t'i sillim, por kjo më ka bosh, domethënë, shumë përshtypje që pikërisht Austria erdhe u mor intensivisht me zhvillimin e rrjetit rrugor. Ajo marr me gjithçka. Shiko, ajo marr me gjithçka. Ju po të hyni në çfarë do lloj, pra në qoftë se futeni në sistemin e hartografisë. Po. E para e kanë bë austriake, e kanë bë për qëllime ushtarake, por e kanë bë. Po të shihni tek studime gjeologjike. Janë studiusit. Kemi që Teodori Pen me radhë. Janë studiusit dhe inxhinierët austriak. Në të gjitha fushat fillesa. Ore thjesht, po të marrë për shembull, po të lexoni tek historiku i Bankës Shqipërisë, po të lexoni pra Banka e Shqipërisë, ato kanë kriju. Pra në të gjitha fushat po të kërkosh gjen fillesën nga personalitete, politika, vendime, apo veprime që janë direkt të iniciume, apo të mbështetura nga. Për shembull, ato financonin objektet e kultit, financonin studimet e djemve, jo vetëm për studime teologjike, por edhe shkenca tjera të shqiptarëve. Ato financonin, ato bile, unë kam gjetë, se kam pas raste me lexu korrespondencën e Konsulit General të Shkodrës, ato financonin edhe personalitetet caktuar, për shembull Margjela, veja e kapitanit, ka marrë rrugë përcion të veçantë nga Habsburgët. Pra ato Margjela Bibdodës. Po. Që luftoi shumë bashkë me Abadogjin, por sjell nga ekzilimi preng Bibdodës. Po patjetër. Ishte prinsi natyral. Po ishte ndërhyrja, garancia e konsullit austro-hungares që ai doli nga Burgos, ai ishte i tërnuar në Stamboll. Po. Sepse ai ishte turqit, otomanët e konsideronin si një armik të rrezikshëm preng Bibdodën. Sa i doshin, edhe i kishin frikë. Pastaj preng Bibdodë ja u shleu më vonë që mbrojti mbretin. Princ Vidin, me ushtrinë e tij dhe është i foto që ta shohim. Është interesant. E dyta gjëja tjetër që do të sjell prapë me këtë Princ Vidi domosht është gjerman. Çfarë lidhje ka me Austro-Hungarinë? Shiko, është ndikimi i Austro-Hungarisë? Shiko, patjetër është propozimi i Austro-Hungarisë. Propozimi atyre, po, dhe vjen. Shiko, në Kongresin e Triestes ishte fillesën dolen disa propozime. Pra ishte një përfaqësues francez Jan Jouinve, ishte ky Gjika i Rumun, ishte një Alejandro Castriota, edhe nuk po më kujtohen këto, Nopça bile, edhe Nopça ka pretendu, edhe këto, po që nuk ishte asnjë ana kandidatur, atëherë në propozimi austro-hungares ishte për Princ Vildin, që edhe fitoj si kandidatur, pavarësisht se ne dim historinë që Shqipëri nuk ishte e lehtë. Nuk ishte pranoi për 6 muaj. Megjithatë, do të sill një kronikë që ka të bëjë me kërkesën për një kredi, që ishte ke 70 milion, diçka kështu ka qenë në atë kohë dollar. Me dukat. Po, okay. Kështu edhe do ta sillim atë moment edhe hikjen e Princ Vidit, pastaj ardhin dhe hikjen. Qeveria e Ismail Qemalit ishte parashikuar si qeveri e përkohshme që do qëndronte në funksion derisa në Shqipëri të caktojë një sundimtar që do të zgjidhej nga jashtë.
Në funksion të këtij projekti u emërua një komision ndërkombëtar kontrolli, në përbërje të cilit ishin 6 anëtarë si përfaqësues të fuqive të mëdha të kohës. Mes shumë kandidaturave, fuqitë e mëdha zgjodhen Wilhelm Witin si princ të Shqipërisë. Viti ishte me prejardhje gjermane dhe erdhi në Shqipëri me 7 mars të vitit 1914. Ai qëndroi si princ sovran deri në 3 shtator të vitit 1914. Pas dorëshjes së Ismail Qemalit, pushteti kaloi në administrim ndërkombëtar, pra të Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, që përbëhej nga 6 shtete superfuqi të kohës: Franca, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Rusia, Austro-Hungaria dhe Gjermania. Një nga problematikat më madhore me të cilat u përballen negociatat pas përzgjedhjes së emrit ishte edhe ajo e financimit të qeverisë së re që supozohej se do të vendoste kontroll në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm në Shqipërinë e Mesme apo të Jugut. Që para se viti të vinte në Shqipëri u shtrua për diskutim çështja e marrjes së një huaje në vlerë 75 milion franga që do të shërbente për shpenzimet e princit dhe oborrit të tij. Një nga historianët që ka trajtuar këtë tematikë është Arben Puto. Te pavarësia shqiptare dhe diplomacia fuqive të mëdha 1912-1914, ai evidenton se duke dashur të përshtatej vendimeve të Londrës që sanksiononin karakterin ndërkombëtar të organizimit të shtetit shqiptar, Viti u drejtua njëkohësisht të 6 fuqive të mëdha për të kërkuar garantimin e tyre të përbashkët për huan. Çështja e garantimit të huas me 6 superfuqit do të krijonte jo vetëm diskutime, por edhe do të vononte ardhjën e princit gjerman në Shqipëri. Huaja duhet të merrte miratimin e secilit shtet, e në këtë rast mbështetësit më të mëdhenj ishin Italia dhe Austro-Hungaria. Largimi i Vitit pas 6 muajsh dhe shpërthimi i luftës së parë botërore do të bënin që kostet e huas të mos avanconin, ashtu sikurse dhe shlirja e asaj që nuk do të bëjë kurrë. Princ Viti la pas një eksperiencë shumë të shkurtër të mbretërisë në Shqipëri. Mbretëria e tij zyrtarisht përfundoi me 31 janar të vitit 1925, kur Shqipëria u shpall republik nga Ahmet Zogu. Pavarësisht se iku nga Shqipëria për shkak të trazirave, ai vijoi dhe për disa vite që të pretendoi fronin shqiptar. Jam me Gjergj Qezimi të folë thellë për historinë e Austro-Hungarisë dhe ndikimin e saj në komin shqiptar, në shtetëformimin shqiptar dhe në gjithë zhvillimin. Dhe kështu, po mbi gjitha kur flas me Gjergjin që është konsul nderi më jetë gjati, Gjergj, 23 vite, më jetë gjati dhe. Dhe pra ne flet me pasion tani për Austrinë. Në Shqipëni jam ta kthyn gjaka jo Austria. Në Shqipëni jam më i vjetër, pavarësisht se nuk është qef më tha jam i vjetër, jam më i vjetër konsullneri. Ja, e bukur shumë, shumë i bukur. Konsul ka pas edhe në kohën e mbretërisë, ka pas në kohën e mbretërisë? Unë jam pasardhës si Stef Coranit. Në çfarë kohë është Stef Corani? Në 39-ën, pastaj jam mëll si Stef Corani ka ble shtëpinë e Abadoçit dhe aty ka kancelia edhe konsullatës derit. Po, këtë nuk e dija. Po. Shumë interesant. A e ka dash Zogu Austro-Hungarinë? Zogu e ka dash shumë Austro-Hungarinë, sepse mori edhe grunë austro-hungareze. Po. Edhe modelin e shtetit ai aty, pavarësisht se devijoi gjatë rrugës, pastaj po ai modelin aty, modelin austro-gjerman ka marrë gjithmonë. Okej, çfarë është Austria në kohën e regjimin komunist? Domethënë, çfarë është, sepse më bën përshtypje, ka një vendosja e marrëdhënieve diplomatike është 1956. Po. Kur kupton ti po prishin 913 janë vendosur. Okej, ato, por në sistemin pra pas 44-s është kjo domethënë dhe si thush është një qëndrim pak më i butë edhe i regjimit komunist ndaj, por gjithsesi lidhjet me Austrinë ishin me ambasadorin që ishte në Jugosllavi. Është interesante kjo, pse s'kishte ambasador këtu, pse ishte atje? Po, shiko, kjo puna me lidhje, kjo është praktikë botnore, pra
Ne kemi shumë ambasadë, s'kemi këtu ambasadë suedeze më duket, por ambasadori i Beogradit ose i Athinës më lën, për shembull, që më ka taku mu, kjo Irlanda, Shqipërinë më lën ambasadori në Athinë, më lën Shqipërinë, ambasador irlandez. Nuk është kjo një praktikë diplomatike kur nuk kanë ambasador, por në atë kohë ata ishin kapitalista dhe nuk pranoheshin nga regjimi komunist. Të kishte determinim në pikpamjen edhe. Por ama për hir të vërtetës, regjimi komunist kishte marrëdhënie ekonomike me 3 shtete, Francën, për arsye të miqësisë që kishte diktatori edhe të farë nostalgjie, me Italinë, që ishte fshijon edhe me Austrinë. Edhe me Austrinë, po e vërtetë, është shumë e vërtetë. Kjo ishte realiteti. Po shumë e vërtetë. Atëherë vim në sistemin demokratik. Domethënë marrëdhëniet e Shqipërisë pas 90-s, për Shqipërisë demokratike. Kemi në thojza një invazion, domethënë, pak a shumë sidomos edhe marrëdhëniet ekonomike, por edhe politike. E dyta dhe kur ne ishim në një ngërç, në zgrip, siç kemi 97-ën, sërish janë austriak, cilët na japin një dorë, jo të vogël. Por mbi gjitha është edhe ana humanitare. Dhe thuaj se kthehet historia e humanizmëve të një shekulli më parë, rikthehet sërish në vitin 90. Si analizonte për ju të gjë kështu, domethënë, është alkimia shekullore që mbahet e ndezur? Keni bërë një pyetje shumë interesante, edhe është e vërtetë që kjo nuk është rastësi. Menjëherë mas ndryshimeve demokratike në Shqipëri, Austria ka qenë prezente në të gjitha ndërtimet. Në qoftë se ju kujtoheni, në momentet e vështira të 97-ën mas asaj razire civile që ndodhin në këtë, negociatori edhe ai që paqësuesi, ai që garantoi zgjidhjen e problemeve ishte Vranicki. Po ishte austriak. Po. E që për mua nuk është rastësi. Pastaj, ju e dini shumë mirë që në vitin 2006, gjatë qeverisë demokratike, Shqipëria firmosi marrëveshjen e asociimit, MSA që quhet, dhe jo rastësisht ministre e jashtme që drejtonte Këshillin e Evropës, Komiteti Evropian, ishte ministrja Plasnik, austriake. Edhe tashti, po ta shihni, po ti ndigjoni, po ti lexoni gjitha deklarata, gjitha ato që thonë përfaqësuesit e politikës e jo vetëm austriak, ata janë përkrahuesit më të flakt dhe shprehen shumë të sigurt për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Kështu që kjo nuk është, kjo për mendimin tim është një vijueshmëri e qëndrimit politik e jo vetëm të kombit austriak në këtij kombit shqiptar. Sepse edhe për Kosovën është një qëndrim, pra është sipas meje është një vijë politike stabile pro-shqiptare. Kjo pastaj përveç pjesës politike është shoqëruar edhe me marrëdhëniet në të gjitha fushat kulturore, ekonomike, dhe po ta shihni në gjithë sektorët strategjik janë prezent, ndoshta nuk janë në vendin e parë dytë, po janë në 4-5 vendet e para si partner ekonomik, megjithëse Austria është shtet konsiderueshëm i vogël krahasim me Italinë apo me Turqinë apo flasim për shtetet e tjera. Dhe Raiffeisen Bank, Unica Group në sektorin e sigurimeve, Sigma është pjesë e Vienna Insurance Group, Sigal është pjesë e Unica Group, pra kontrollojnë pothuajse tregun financiar. Në sektorin energjetik, që është sektor strategjik, një në projektet kryesore është Verbund, hidrocentrali e Ashtës. Ato ishin edhe tek projekti i Devollit, por ato ja kanë shit pjesën Statkraft norvegjezëve.
Pastaj kuptohet në Starbucks është prezent me projekte në Shqipëri. Në fushën e shkëmbimeve kulturore kuptohet Austria është Austri. Prezenca një në pjesën kryesore të artistave famshëm austrojnë aktivitetin në Vjenë. Ja dobi, 2-3 shqiptarë janë pjesëtarë të Orkestrës Filharmonike të Vjenës, në cilën falë edhe punës mirë të ambasadorit Sattler, bam edhe një koncert pak a shumë në miniatur koncertin e Vjenës në Tiranë. Kështu që po ta veni re në mënyrë modeste, por jo vetëm modeste, prezenca është në gjitha fushat, fushën e kulturës kuptohet, infrastrukturën, kuptohet në sektorin energjetik, në sektorin financiar, në politikë kuptohet. Është gjithmonë një dorë mike e shtrimeve për Shqipërinë. Po ashtu kemi një rrjet humanisësh që vinë, edhe në momentin më të vështira, domethënë. Po, 90, 91, 92 tjerë. Ishtë për shemë duhet përmend Padër Vinsaurën, po, përmend Marina Graf, po patjetër. e tjerë të cilët dhanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën sociale, ekonomike, Po patjetër. në luftën e Kosovës, Patjetër. për ndihma e tjerë më radhë. Patjetër. Ata janë miq të mirë tonë. Pastaj se unë jo për në fund, në paranasia, po ju besoj keni ndëgju për projektin e shkollës austriake në Shkodër. Po, atë desha ta përmend domosdoshmërisht ku kanë ndikimin në Shkodër. Në Shkodër çfarë gjet në Shkodër me prezencën austriake. Kjo është pyetja që unë duhet ta më zhvilloje. Okej. Atëherë gjitha këto që përmenda unë janë prezente në Shkodër, edhe Raiffeisen, edhe Hidrocentrali Ashtës, edhe shkëmbimi janë disa kompani në fushën e informatikës, shkëmbimi tregtar, materiale të ndërtimit, materiale ndriçimi, pra që janë në prezente firmat e kompanitë austriake. Por për mendimin tim një në projektet më të vlefshme, më dinjitoze dhe më të rëndësishme për vendin tonë është shkolla austriake. Tash po kaloj, po kthej në dek tjetër, pra, unë ka pas shumë mik të madhin të njerin Patëzef Plumi. Edhe ai kishte një shprehje, thote që ky vend Padër për me shku në Europë duhet me u kulturu. Mu arsimu e mu kulturu. Dhe duhet me u arsimu e kulturu si mas modelit austriak. Dhe në sajt të këtyne bisedimeve, sepse unë kam pas shumë mik, ka kënë pra që pak kohë sa ka kënë jashtë, ka kalu Wittenberg, ka kënë shumë mik me timat, bile ashtë edhe një intervist në të kohë, e më zatë Gjergj Meta ishte gazetar, edhe ka folë për këte, dhe ajo shkollë ideja ishte për i Patëzefit. Jo, shkolla austriake që është me emër. Shkolla austriake, ideja ishte e tija, që ma dha mu edhe në vitin 99 gjatë luftës Kosovës, dhe ne e bëm realitet. Ajo është, për mendimin tim, dhe besoj që nuk ka bëj këtu, shkolla profesionale më mirë e Shqipërisë. Është shkollë investim komplet i qeverisë austriake, është shkollë që ka një status krejt veçantë, ka 2 matura, zyrtare, shqiptare dhe austriake, ka kurikull europiane austriake kuptohet, ka 3 licenca që dalin studentet me 3 licenca që njifen në Komunitetin Europian, programator, operator dhe teknik e rrjetit IT, ka 2 dëshmi gjuhë që njifen zyrtarisht në Komunitetin Europian, gjermanisht edhe anglisht, dhe ka të drejtën me njekë çdo lloj universiteti dhe 90% e gjithë nxënësave të asaj shkolle janë studenta mjaft të mirë në gjithë universitetet në degët më të vështira, që janë informatikë ekonomike, inxhinieri informatike, me fjalë degët më të vështira në universitetet më të mira në Gjermani,
Austri-Amerikë. Në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve, Përveç asaj, është një marrëveshje që besoj se do të vitalizohet nërmjet universiteteve Grazit edhe të Vjenës me Universitetin e Shkodrës. Një marrëveshje e cila është nënshkruar në kohën kur, nëse e kujtoj mirë, kur rektor ishte profesor Kolombi, edhe unë kam shumë shpresë që kjo do të vihet në jetë dhe do të fuqizohet me rektorin e ri të Universitetit të Shkodrës. Me Toninin. Të gjitha në gjithë që ka zhvillim, ka dinamik në lidhje me Austrinë, domethënë është pa pulsi Gjergj Liçezës, domethënë është ndikimi, se pra ne je konsul ka shkje gjase, nuk të marrën kush nëse nuk ke domethënë produkt marrëdhëniesh, raportesh. Pa dasht me ba atë modestin e të prum, diçka besoj se ka niku edhe puna jeme, të shkolla austriake besoj që ka niku shumë, të shkolla, që nga aja dherë të zhëja. Edhe kjo, prap edhe kjo, idesë patër Zefit dhe bashkëpunimit me kishën franciskane. Pra gjithkohë është kjo pjesa që është një bosht këtu, është një bosht. Rrodollat rreth asaj, pra një bashkëpunim i shkëlqyer me kishën franciskane shqiptare, se nuk është e Shkodrës, është shqiptare, pavarësisht se Selin e ka në Shkodër, të cilët kanë dhënë me shumë bojari në dispozicion ambientin për të ushtru aktivitetin shkollor. Shiko Gjergj, është shumë fat. Pra, diçka jam mundu, por tek shkolla jam shumë krenar që e them që ka pas mjaft ndikim puna jeme. Shumë kënaqësi të pas në studio, edhe absolutisht është kënaqësi. Unë kam dëshirë, kam kënaqësi të madhe kur shoh njerëz produktiv realisht në studio, sepse nganjëherë kur thrasim politikan, nuk kam asgjë të keqe, mas kënd është normal, ftesa që vinë, njerëz që vinë, artikulohen e banë, po më pëlqejnë ata që realizohen. E normal në studion e re unë do të ftoj edhe një herë që du me më folë për zhvillimin ekonomik të zonave tona, të Shkodrës dhe përgjithsisht Shqipërisë. Konceptin që ka Gjergji, e di pse e them unë këtë tani? Sepse Gjergji është nga pionierët e parë, po them, të ekonomisë tregut, të zhvillimit ekonomik që ke dhënë një model në Shqipëri, që në vitin 92 funksionon me si ka e shoqëria që drejton Gjergji? Ajo që janë disa shoqëri, por ajo që është Madi SHPK, që është themeluar në vitin 1994. 94. Pastaj është në 96 në Shqipëria Trikot, pastaj janë dy të kompani tjera të cilat unë i drejtoj, jam pronar ose bashkëpronar. Po, edhe kjo është një pjesë që ne, sepse realisht ne flasim shumë pak për zhvillimin ekonomik. Sot më shumë është preferencë me një të politika, nga shpesh herë të folklorizmi politik, edhe zonat tona nuk e meritojnë ma që të rrinë të folklorizmi politik, dalin të zhvillimi ekonomik. Kështu që personaliteti si puna juaj është kënaqësi me i pas publiku dhe me një gjuhë publiku. Faleminderit. Unë ju përgëzoj i falenderoj ma përpara ju falenderoj për ftesën edhe ju përgëzoj për mënyrën se si e keni konceptu. Më intereson ma shumë kjo pjesa e marrëdhënieve me Austrinë për hir të vërtetës. Dhe do t'ju kisha sugjeru që në qoftë se edhe ju jeni dakord me mënu një cikël emisione, sepse ka kaq shumë dokumenta, fakte historike të pamohueshme, edhe gjëra interesante, të cilat mendoj që mund të jenë interesante për publikun, për sa i përket thjesht, për sa i përket marrëdhënieve të gjitha fushat, Austrisë, Austro-Hungarisë dhe Austrisë sot me shqiptar folësit. Shumë bukur, Edhe mund tjetë, unë kam shumë dokumenta, mund t'i vend dispozicion pa pikë problemi. Po të falderoj, sinqerisht pa pikë problemi, shumë dokumentat pa ashtu si që janë me mënyrën në koment, dhe mund të kishte dalë diçka, po mendoj, mund të kishte dalë diçka interesante. Okej, pse jo?
Ndërkohë, domethënë që ta mbyll kështu se më jep titullin e Ndërsa për emisionit, këtë pjesën më jep titullin e emisionit sepse për e kemi punë në kuvend. Në kuvend do. Po në kuvend është bukur Në kjo. kuvend në Akrolis, në në lezhën kuvend e është vjetër, bukur, në kuvend pra ne, edhe po qyjmë shumë në kuvend me Austrinë. Po, mund t'jetë, mund Apo t'jetë. me Gjergjin e Austrisë, si ta Po, qyjmë mund t'jetë në kuvend, po mund t'jetë. Për shembull në kuvend me simas rajonit, sepse ka momente të caktuar. Për sa për pjesën e pyetjes që ju bat për sa i përket zhvillimit ekonomik, shiko, është e vështirë në vendet vogla si Shqipëria për me kenë 100% jashtë politikës. Por unë jam dakord me mendimin tuaj që biznesi duhet me gjetë formën relativisht me kenë larg. Edhe se nuk është e lehtë për hir. Unë mendoj që hapat që ka bo Shqipënia janë pa imagjinueshme për sa i përket zhvillimit ekonomik, pa imagjinueshme. Siç kam edhe ato opsionet e mia për damtimet që janë bërë ndoshta të panevojshme. Sepse unë i quaj kohë e humun edhe pasoni e shpërdorume, por gjithkush ka mendimin e vet. Unë mendoj që tashti që Shqipënia po përgatitet për me hyrë në Europë, unë jam i bindur që nëse nuk ka ndryshim mallor në situatën botnore europiane, mallor në kuptimin shumë mallor, viti 2030 Shqipëria është antare me të drejtat barabarta e komunitetit evropian. Unë e di edhe nga burimet tjera, pavarësisht se çka thonë, edhe unë besoj që është e vërtetë ajo që thot shtypi edhe zallancit e qeverisë. Mendoj që ky është një moment që për një biznesin ka anët negative edhe ndoshta më shumë pozitive. Ka pjesën negative sepse nuk e di sa jemi të përgatitur, sepse Komiteti Evropian ka rregulla tjera, ka rregulla shumë strikte, ka koncept tjetër, ka mentalitet tjetër për prodhimin, për standardin e prodhimit dhe për konsumimin e produktit. Kështu që unë mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm dhe duhet që ta kemi parasysh ne vetë, por edhe institucionet cilat kanë për detyrë për me bë verifikimin dhe parafrimin e standardeve të vendit me ato europiane. Dhe këtu unë shoh që ka i farë vështirësie, ka vështirësi për sa i përket mentalitetit, ka vështirësi për sa i përket cilësisë punës, ka vështirësi për sa i përket respektimit të normave të ambientit, ka vështirësi për sa i përket anës profesionale të krahut punës, e të tjera që ne duhet të kemi shumë parasysh, sepse ndoshta deri tash parasysh edhe të historisë, parasysh edhe të mungesës eksperiencës, këtu biznesi ka qenë shumë i lidhur me politikën, që unë nuk jam për atë, ose agresiv në kuptimin që dhe Europa ka rregulla të tjera, Europa kërkon biznes korrekt dhe social. Kështu që në këtë drejtim unë mendoj që duhet me qenë kujdesshëm. Ne kemi pas gjithmonë parasysh këtë, ndoshta ju keni pa në mjetet e informimit publik, sidomos në këta që ILO, Organizata Ndërkombëtare e Punësimit, e ka marrë si shembull dhe është vetë presidenti i ILO-s e ka publiku rastin e biznesit tip personal, mund ta shihni atë edhe mund ta që e ka vërtetuar dhe ka publiku si biznes social. Social, që bën tjetër Shkodër. Ndërkohë që pyetjen e fundit kam jo, domethënë je prezent edhe në Lezhë. Është joshës tregu i Lezhës, tregu i Bregdetit pak ashtu? Shiko, me të drejtë ju thoni që jam edhe në Lezhë, po. Ne kemi filluar një projekt, në fillim na quajt pak aventurë, po tash jemi shumë të kënaqur në Bregdetin e Italisë, një projekt në fushën e turizmit. Çfarë po bëni atje? Ne kemi ndërtu
pothuajse përfundoj një projekt të quajtur Talea Coast, Okej, ta shoqëtojmë edhe me pamje, duke folur me Gjerin se sa mrekulli e ka bërë. i cili për hir të vërtetës na ka befasu për rezultatin që sinqerisht nuk e kemi pritur, nuk jam edhe ekspert i kësaj fushë, sepse ne jemi më shumë të zot dhe pretendojmë se jemi të zot në fushën e tekstilit edhe të një sektori tjetër që pak a shumë parafrohet me këto, por kemi marrë iniciativën pak kurajoze për më ndërtu dhe ja kena dalë. Por këtu në Lezhë, që më ka befasu për mirë kuptohet, ka qenë edhe ambienti bashkëpunues dhe korrektesa që unë kam hasë, që nga dita e parë, unë nuk e kam njoftë të ambient, që nga dita e parë që kemi filluar projektin, në të gjitha drejtimet, një dashamirësi korrekte, jo abuzive, për sa i përket mundësisë dhe kushteve për të zhvilluar projektin. Edhe sa i përket përgjithësisë zyrave, por edhe sa i përket popullatës, komuniteteve. Në mënyrë absolute, Të dy gjërat janë. në mënyrë absolute jam i befasuar pozitivisht për këtë. Nuk kemi pas që nga dita e parë deri sot që po flasim asnjë lloj problemi të krijuar nga burokracia apo nga dashakeqësia nëse ndodh diku nga ana e administratës publike, lokale. Absolutisht. Shumë bukur, të falenderoj shumë Gjergj, falenderoj shumë që ishe dhe uroj shumë suksese në gjithë punën që bën dhe kish përfaqësi që i bëre sot, ishe shumë i nevojshëm me rastin e festës pavarësisë së Austrisë. Dhe uroj që këto marrëdhënie gjithmonë të forcohen dhe të bëhen sa më produktive, aq më tepër që ne po afrohemi me Bashkimin Evropian. Edhe unë ju falenderoj shumë edhe besoj kena mu taku me trukit gotat në ditën e festës me pritjen në Tiranë edhe në Shkodër ose të dyja. Ju jeni gjithmonë i mirë pritur, por mundësitë janë mundësi. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit. Isha me Gjergj Liçenzën, konsullin e nderit të Austrisë në Shkodër, në një bisedë goxha gjatë, por besoj që keni plot informacion për të marrë, por mbi gjitha për të njohur një arketip ndryshe sot, jo thjesht një njeriu që ka të veneracionin e shtetit të njohur të Austrisë në Shqipëri të epër, me se du ta përmend këtë fakt, por përgjithsisht edhe në Shqipëri, por mbi gjitha edhe një njeri shumë social, një nga pionierët e ekonomisë tregut në Shqipëri që ka dhënë modelin se si mund të qëndrojë në një treg edhe shpesh herë kur është në kushte shumë vështira, siç ka kaluar Shqipëria në kushtet politike me radhë, por njerëz të tillë me vizion, me dinamizëm, me energji, me inovacion, me menje të hapur e tjerë, arrin aty ku ka arrit dhe sot ju mund ta shihoni këtë intervistë me zotin Gjergj Liçenza. Nga unë Gjergj Marku, një përshëndetje për gjithë dhe rishihemi sërish javën e ardhshme.